mendojnë që ju voton një katolik juve? Absolutisht po. Pa përjashtim. Unë kam pas personalisht edhe vazhdoj të kem kontakte me njerëzit që janë edhe të fesë tjetër, por që na kanë votu në zgjedhjet e kaluara. Cili ka qenë interesi i tyre me votu për shkak të kodit civil, po mënoj kauzës? Parimësisë. Parimësisë, qëndrimi në parimësi. Nuk mendoj që duhet me dallu njerëzit. Çfarë parimësie bëhet fjalë? Po në çështje që është në interes përgjithshëm të shoqërisë, qofshin ato kundërshtimet e fuqishme që i kemi pas sa i përket ndikimit të ideologjive që nuk janë në dobi të shoqërisë sonë, siç e kemi pas përplasjen e madhe në kodin civil që imponon të nenet ku shoqëria jonë nuk i mbështet ato, pa në mënyrë të përgjithshme edhe katolike dhe musliman, çdo besimtar i vendit tonë, po edhe ata që në një farë forme nuk janë praktikues fesë, po mbrojnë me fanatizëm vlerat tona kombëtare, nuk i përkrajnë ndryshimet e tilla sepse nuk janë vlerë, sepse ato cënojnë moralin e shoqërisë sonë. Në përgjithësi, them që ato kauzat dhe parimet për të cilat ne qëndrojmë janë ato për të cilat secili qytetar i Republikës së Kosovës në një formë apo formë tjetër i përkra. Sigurisht, po eri theksoj që jo vetëm ne, po çdo parti tjetër politike do të ketë shumicën e votave të muslimanëve për me qeverisë vendin tonë. Sepse jemi shumicë musliman si vend. Janë diskutuar sigurisht edhe numrat apo renditja, që është shumë e rëndësishme edhe në garën zgjedhore. Po, ne do të kemi në çdo 10 numra, pra nga 1 deri 10 një përfaqësues, nga 11 deri 20 përfaqësuesin tjetër, pra në çdo 10 do të kemi nga një kandidat. Pra në 10-shën e parë keni një? Po, në 10-shën e parë një, në 10-shën e dytë një dhe kështu me radhë. Do të jetë Emani në 10-shën e parë? Mund të jetë, nuk janë përmbyllë ende emrat, por që besoj që do të jetë Emani, duke pas parasysh që i prind të bashkëpunimi edhe si prijesi këtij grupimi politik që në të ardhmen afër po punohet për të themeluar një subjekt tashëm politik në vendin tonë. Ashtu që kemi thënë edhe në fillim. Mund të dim emra të tjerë, pra është Emani, po, është Emani, mund të jem unë, është ambasadori Amir Ahmeti, do të jetë doktor i shkencave Bernard Tahir Begolli, do të jetë profesor Gzim Qerimi, mund të ketë edhe emra të tjerë, po do të definojmë. Profesor Gzim Qerimi është pjesë e juaj, po, nuk është e PDK-s. Ajo është pjesë organizative e një projekti ton politik, bashkarisht që e kemi nisë, nuk ka aderu në PDK, po e mbështet bashkëpunimin ton, bashkë me neve. Nuk dini se keni pasur në Facebookun, por Bedri Hamza e mi pritin në zyrën e tij në PDK, pra si aderim e llogarit të tij. Nuk e di që ka aderu në PDK. Pra mund ta lexojmë edhe lajmin këtë saktësisht, por ai është quhet si aderim. Do thotë ishte pjesë e ty në. Unë mendoj që nuk e di a qëndron kjo, ndoshta mund të jetë edhe ndonjë lëshim, sepse edhe në publik është përdor lista për familje, mendoj që nuk ka qenë korrekt.